Në konferencën e kryetarëve të partisë në Kuvend, majoranca i ka thënë jo një tjetër kërkesë të opozitës për të zhvilluar një mocion me debat me mungesën e caktimit të minimumit jetik. Majoranca socialiste në Kuvend vijon me projektin për asgjësimin e parlamentarizmit dhe asgjësimin e çdo mekanizmi kontrolli që parashikon rregulloria e Kuvendit. Qytetarët kanë parë se gjatë këtyre ditëve ka ardhur në Kuvend për shqyrtim projekt buxheti për vitin 2026 dhe para 3 ditësh edhe paketa fiskale apo ligjet financiare që shoqërojnë miratimin e projekt buxhetit. Qartësisht në këtë projekt buxhet cënohen të drejtat kushtetuese të qytetarëve për caktimin me ligj të minimumit jetik. Sipas kryetarit të grupit Partisë Socialiste Taulan Balla, kjo kërkesë nuk është motivuar nga dëshira për një debat konstruktiv, por përbëj një situatë atipike në historinë 35 vjeçare të Kuvendit. Kur vjen dhe kërkon dua një mocion me debat për minimumin jetik, ndërkohë që ke duke diskutuar buxhetin, ndërkohë që e di fare mirë që ky është buxheti më i madh në histori, në konferencë kryetare thash jemi dakord për çdo lloj instrumenti apo mocioni me debat dhe në 2 ditët e dhëna për diskutim për buxhetin të jetë pjesë e debatit edhe kjo çështje. Kto nuk janë kërkesa që duan t'i shqyrtojnë në Kuvend. As konferencë kryetare. Kto janë rendi ditës i foltores që do vendoset në bulevard. Këta duan që duke shkuar me kërkesat e Kuvendi të bëjnë ndarjen e ditës. Opozita nga ana e saj vazhdon të kërkojë debat për caktimin ligjor të minimumit jetik, duke argumentuar se kjo është një e drejtë kushtetuese që duhet të përdoret nga qytetarët.